Unë kam shumë shok të vrarë, të rënë dëshmor me plumë në balë. Jo vetëm në luftën shërimtare këtu, po gjithandej ka u bë luftë prej 98-ës deri në 2001. Sa herë që e marr djalin tim me ulin prerë, i kujtoj 3 shokët e mi që nuk kanë lënë fëmijë. Llogarit sa i shtrenjtë është çmimi për lirisë. Përjetimi jo i lehtë për ty që ke pas ata bashkëluftare, kur e shef fëmin. Nuk ka emocion që e përshkruan. Është dhimbja më e madhe që përjeton. Pra, kanë lënë gratë e veja, nuk kanë lënë fëmijë. Është çmim shumë i madh që kanë pagu të rritë. Ndjesh se 18 vjetori i pavarësisë të Kosovës, edhe ky numër 18 ma përkujton moshën mesatare edhe të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të dëshmorëve të kombit. Kjo është rrëmbëllakësimi i këtij jubileut. Secili prej neve ka shumë rrëfime për t'regu. Normalisht edhe kjo ka qenë pse ne kemi qenë kuno gjykate speciale, për arsye se kemi jetu me popullin, kemi pa, unë kam pritu luftën e madhe të Ravecit, 70.000 gra e fëmijë. Edhe po e nisi kështu me një diçka. Kam qenë në betejën edhe kam qenë roje e nderit ku është vrarë dëshmori i parë, xhaxhaji më merr Krasniqi me 15 qershor 1998. Ja kam pa dhe plagën që ka pas mu në balë. Në aksionin e parë, para kësaj date, më shplagos baba me 9 pluma. Edhe kur kam dëgju në radiolidhje se kanë thënë u shplagos plakën në një aksion që për herë të parë kanë bërë dy njësi, lumi dhe qeliku, lumi dhe plumbi, ka qenë plak e gëzëf shplagën. Kam pritu edhe kjo ka qenë në aprill të 1998. Plak e gëzëf shplagën. Kjo ka qenë atë që kam dëgju për herë të parë në radio. U plagës plaku, edhe secili në radiolidhje plak e gëzëf shplagën. Në luftën e Maqedonisë më kanë thirrë, më kanë thonë, hajde se vdiq vllau im i madh që është në rasin Kumanova. Edhe nuk besoj që njerëzit në historinë e tyre kanë pas kësi rrëfime që për 5 minuta me i përjetu dy ekstremat. Një lajm se të vra vllau, edhe ti kur shkon në gjanë të gjallë, kthehet në jetë, po edhe kjo nuk është lavdia më e madhe popullit tonë.